Kjo është perceptimi i qytetarëve të thjeshtë. Ky njeriu që luftoi kundër të keqes si mund të jetë sot në bankën e akuzuarve? Prandaj drejtësia ndërkombëtare tregon që e keqja nuk luftohet me të keqe. Mund të luftosh keqen, por aty ka rregulla loje. Kjo është pak a shumë. Edhe përndryshe në qoftë se nuk dënohet rregulla loje, ne ndërkombëtarët gjykatët do të akuzojmë se gjithmonë godasim vetëm njërin krah. Dhe në një mënyrë viktime e kësaj është dhe sot Hashim Thaçi në Kosovë. Shumë bukur. Ai do dënohet. Do dënohet? Po do dënohet pse është dënuar. Okej, pra ti Ti çfarë po kjo drejtësi sot ç'është? Po. Do dënohet pse është dënuar. Ky tashmë bë 5 vjet në burg. Imagjino që përfundonë procesin pas 10 vitesh. Dhe imagjino që ata e dënojnë me 10 vite burg. Po. Ja ku e bëri dënimin. Apo jo? Po. Kjo po ndodh. Pra ti nuk mendon që Thaçi mund të deklarohet i pafajshëm? Thaçi dhe të tjerë, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, nuk mendon që të jenë pafajshëm? Po në rasti bie ti nuk bursosh 5 vite të mbajtur brenda? S'u bie. Po. Do ja bursosh, pra taksa paguesi ndërkombëtar do të paguajë atyre 5 vite në burgim. Ose mund jetë një mes me artë, mund ndodhë 1 vit, 2 vit, dëshpërim. Po dua të them që duke nisur nga kjo filozofi e madhe, çfarë do të thotë Rubini, çfarë do të thotë. E çështja është çfarë ishte mbrapa. Çështja e mbrapa është do të pastaj ta vini me debat dyshit propozova unë tjetër. Po, patjetër. Çështja është me të administrat. Çështja është që a mund dënohet në Hag edhe nuk e njoh ligjin kosovar, ligjin shqiptar e njoh më mirë. Që si është dënuar një herë, a mund të ketë pastaj mbrapa Hashim Thaçi të drejtë për të zgjedhur në Kosovë, pra të drejtë për jetë politike. Okej. Pjesa dekriminalizimi edhe unë nuk jam shumë i qartë se si funksionon atje. Po kjo duhet parë. Dhe prandaj sot kjo administrat Trump edhe ky Richard Grenell që bëjnë kaq shumë deklarata pro Thaçit dhe pro për Thaçit dhe kundra gjykatës së Hagës, duke lidhur këtë edhe me presionin që i vjet Kurtit nga kjo administrat i ndërpreru para pak ditësh atë debatin, atë dialogun strategjik SBA Kosovë që është pa parë që do. Kryet përshtypja që kjo administrat do një rikthim të shpejtë të Thaçit në aferet kosovare. Pse? Pse sipas teje duhet? Me pak shpresë që të zgjidhet. Pse? Për çfarë arsye? Sepse ishte kjo administrat që mirë apo keq e propozoi një plan për Kosovën. Ishte plani i shkëmbimit territorial. Mirë apo keq se ne gazetarë. Po. Ne gazetarë nuk na takon të marrim pjesë mirë apo keq. Ti takon popullit Kosovës, ashtu si takon popullit të Ukrainës sot, të pranoj nëse i pranohet një zgjidhje me shkëmbim me lënë territoresh. Por mirë apo keq kjo administrat ishte para 4 vitesh, para 5 vitesh, propozoi këtë plan me Hashim Thaçi, me të pjesë Edi Rama, pas gjithë gjasave, që të bësh pra të lihesh Mitrovica, veriu Kosovës, bashkë me minerat, liqenet e tjera të lihesh Serbisë, edhe Kosova të rikuperonte pra lugjinë e Preshevës me pak a shumë fjalë. Gjë që ata që e dënuar në forcë këtë plan, para kosovarëve vetë, ishin europianët me Angela Merkelin në krye, të cilëve gjermanëve kjo u rikujton kujtime të dhimbshme, shkëmbim territoresh në kohën e luftave botërore. Që gjermanët filozofisht ishin kundër kësaj dhe fillim mbas kësaj gjëje u arrestua Thaçi. Dhe aty thot kampi Trumpit që Thaçi pikërisht u arrestua për të penguar në shkrimin e kësaj marrëveshje. Pra, nëse duket këtë administrat nuk e gjidon me ky plan. Jens, për ty, ti me drejtë që nuk na takon ne të flasim, të japim një mendim. Po për ty ky plan, sa real është, sa e zgjidh, një analist tënde, sa e zgjidh konfliktin Kosovë-Serbi, një plan e tillë? E zgjidh, nëse çfarë quhet zgjidhja e konfliktit Kosovë? Të njohë reciprokisht njëri tjetrin, Kosova njohë Serbinë, Serbia njohë Kosovën. Bravo. Ky është problemi sot që sot Serbia është në ngjashmëri me Pekinin, pra me